Drejtuesi politik i Partisë Demokratike në qarkun e Vlorës Bujar Leska i ka zhvilluar një takim me banorët e Golimbasit në Sevaster. Në këtë takim ka qenë i pranishëm edhe kryetari i Partisë Demokratike të Selenicës Leonard Rakipaj dhe kandidatët për deputet të Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore, Atyrt Hoxha dhe Ridvan Mersini. Leska ka zhvilluar bashkëbisedim dhe takim me banorët e Golimbasit, ku ka shpalosur pikat nga programi i Partisë Demokratike për bujqësinë dhe blegtorinë si sektor prioritar. Paraqesim një program i cili vendos në qendër të tij individi, vendos fermerin, vendos biznesin e vogël, vendos biznesin e mesëm, vendos ato politika dhe për shtat dhe zbaton ato politika që ju interesojnë juve. Dhe për çdo krer, pra baktit të imta dhe gjedhët, Partia Demokratike do të afroj 6 fish më tepër. Nga 31 milion euro që janë tani do shkojnë 200 milion euro. Ne në radhë parë kemi detyrë të frenojmë këtë hemorragji. Jo se nuk do largohen, nuk do shkojnë në emigrim, po do shkojnë në emigrim dhe do vinë. Dhe prandaj ne kemi futur dhe atë që kush vinë 5 vjet pa taksa, ne inkurajojmë. Nuk është vetëm lungomare. Nuk është lungomare ajo në Vlorë që ka bërë Rama me fondet e BE-s. Turizmi do jetë kur ne ta ndjejmë të gjithë, kur të zhvillohet dhe turizmi malor, dhe turizmi historik. Kandidatët Atyrt Hoxha dhe Ridvan Mersinaj kanë shprehur besimin për fitoren e 11 majit dhe kanë kërkuar mbështetjen e banorëve të Golimbasit. Kemi një motiv të gjithë të përbashkët. Motivi jonë është të largojmë të keqe që kanë bërtuar vendin. Dhe kjo keqe ka një emër, dhe ai emër është Edi Rama. Jemi të barabartë të 12 kandidaturat që jemi. Të gjithë të nderuar miq duhet të fokusoheni te zoti Mersinaj, siç thash si një përfaqësues i denj i ballit kombëtar, si kryetari i ballit kombëtar, po edhe si Ridi, ashtu siç e njohim ne si një njeri bujar, minimumi etik, në të cilin përfshihen edhe ata që trajtojnë me ndihmë ekonomike, të papunët, ata që trajtojnë me gjysmë pensioni, ata që trajtojnë me pension nën 200 euro, për të arritur në një kuotë të barabartë që secili prej nesh të paktën të shmangë atë varfërinë ekstreme. Ne nuk premtojmë Luk Floriri, nuk premtojmë qëllim fluturues, por të paktën këto premtime të cilat Partia Demokratike i ka si angazhim sa i përket koalicioni i Aleancës për Shqipërinë Madhështore, i ka si primare për të shmangur atë që thash varfërinë ekstreme.